po cilat janë kriteret që duhet përdoren gjatë zgjedhjes së një produkti në kardiologjinë intervente, prej cilësisë deri tek siguria e saj. Do me thonë, si qëndron ajo ndërlidhja inovative në këto raste? Po, sigurisht, mendoj që fati jonë në atë që jemi në vend zhvillim, fati jonë në atë lloj penalizimin që kemi, që ndoshta nuk jemi të parë që i fillojmë këto procedura, qëndron ato që zakonisht kur këto metoda, procedura vinë te ne, që tash fatkeqësisht vinë më vonë, kanë kaluar po gjitha fazat e testimeve. Pra, në kohën kur ne fillojmë një procedurë, ajo ndoshta nuk mund quhet edhe krejtësisht inovative, sepse vendet më të zhvilluara, qendrat më të mëdha, fillojnë këto studime ose masat e testimet e masave të sigurisë qysh herët. Pra, ne jemi megjithatë një vend i vogël dhe kapacitetet i kemi të kufizuar për me bë procedurat të cilat janë krejtësisht inovative të atij niveli, po zakonisht ne jemi të orientuar të kryejmë procedurat të tilla invazive, të cilat janë mirë të studiuara, rezultatet e cilave nuk janë dubioze, po janë tashmë të sakta, dhe të cilat janë futur në udhërefysit e shoqates evropiane të kardiologjisë dhe shoqates amerikane të ritmit. Pra, kur një procedurë, një barë, qoftë i ri, qoftë një barë që dikur ka qenë i vjetër, se kanë rikthyer edhe barnat e vjetra, mendohet që anatemohen për një kohë dhe kemi një grup barnave që janë kthy vitet e fundit fuqishëm, pra kur ato futen në udhërefysit e shoqatave të tilla prestigjioze si shoqata evropiane dhe amerikane, jemi të bindur se evidenca shkencore është më së e qartë. Pra nuk futet në guideline, në udhërefys, asnjë procedurë e cila është ende studimore. Kur ato futen në guideline, janë mjaftueshëm të sigurta dhe ka evidencë mjaftueshëm, kështu që neve na mbetet vetëm zbatimi dhe ndjekja aty në udhërefysve. Ju si profesionist shëndetësor, çfarë mendimi keni për rolin e inteligjencës artificiale në sistemin shëndetësor? Po, unë e përmenda tangencialisht dhe me thonë drejtën vitin e kaluar në summitin e mbajtur në Varshavë për shëgullimet e ritmit, ka qenë top temë, do më thonë gati gjithë summiti është folë për inteligjencën artificiale, edhe në konferenca që e mbajmë pashmangshëm. Kjo është diçka, është një zhvillim marramenc këtë fushë me të thonë drejtën, që ndoshta ndonjëherë edhe ne si njerëz që po jetojmë këtë kohë reale jemi edhe të papërgatitur të akceptojmë se çka mund të sjellë ajo inovacione, jo vetëm mjekësi, por në gjitha fushat e tjera, por atë që po mundohemi me bërë, me apliku është që të ndjekim ata udhërefys dhe ato elementet e inteligjencës artificiale dhe teknologjisë të cilat janë tashmë në për udhërefysit relevant. Sigurisht që kardiologjia moderne sot, siç edhe arrita besoj me elaboru gjatë këtij bisedimi, ka nuancat e përtej klinikës, ka nuancat e përtej mjekësisë, siç e kuptoni, sidomos këtë fushën me të cilën merrem unë, domethënë ka elemente shumë teknologjisë, pra nuk është diçka e bazuar thjesht në stetoskop, në laps, në letër dhe në marrëdhënien e thjesht mjek pacient. Ajo është bazike, kuptohet, po bëhet fjalë, domethënë gjitha këto që i flas janë teknologji. Dhe ndonjëherë i kalojnë edhe përgatitjen profesionale të vetë mjekëve dhe kjo është arsyeja që në këto procedura të cilat i kryjmë nana punojnë me një punë ekuipore, pra aty ka vend për inxhinierin, bioinxhinierin dhe në një të ardhmen sigurisht ka me pas nevojë edhe për IT-n, sepse analiza me programe të ndryshme që na ofron sot inteligjenca artificiale na e thjeshtëson jashtëzakonisht punën e mbledhjes informatave, qoftë edhe afatgjate, qoftë edhe nga distanca, pra pacientin mund ta kemi në shtëpi në një qytet të Kosovës dhe ne në laboratorin ton ende nuk e kemi këtë lloj niveli, po qendrat në regjion kanë filluar që ta kanë edhe home monitoringun e këtyre pacientave, pra që ti nga spitali ose nga zyra ku punon të sinjalizohesh për një çrregullim të ritmit që ka një pacient që je duke monitoruar me pajisjen e implantueshme dhe para se pacienti të vjen te mjeku, është mjeku që e thret pacientit, thotë diçka ka ndodhur me pajisjen tënde, eja duhet bë programimi, duhet marr. Lidhur me diagnostikimin ka zhvillime marramendse, pra inteligjenca artificiale është diçka që mendoj ka me lehtësu, ka me facilitu punën, mjekësi ka me na çun dimensione krejtësisht të reja, por si mjek specialist i fushave mjekësore, ndoshta nuk jam edhe në gjendje me elaboru detaje gjithë atë që ka me na prit në një të ardhme të afërt në raport me inteligjencën artificiale.